të njohur me gjithçka që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë ditë zgjedhore, unë do të lidhem me gazetaren e Zërit të Amerikës, Menada Zaimi. Nuk e di, e kam po. Menada, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Reiz. Atëherë pyetja e parë është totale, le të themi, si po shkon procesi? Deri tani gjithçka po shkon krejt normalisht Reiz në të gjithë vendin, edhe forcat e sigurisë nuk është se kanë raportuar asnjë incident që lidhet me procesin e votimit, edhe në këtë qendër votimi ku un jam në Arlington, në qytetin Arlington të shtetit të Virginias, që është rreth 15 minuta nga Washington DC. Gjithçka po shkon normalisht, duke se kishte një fluks të madh qytetarësh kryesisht në mëngjes, kanë nxjerrur orët e para të mëngjesit ata për të votuar. Mund të ketë rënë disi tani, por me siguri deri në orën 7 pasdite do të shohim të tjerë qytetarë që do të vazhdojnë të votojnë në këtë qendër votimi. Pra gjithçka po zhvillohet normalisht. Menada, është folur gjatë këtyre ditëve dhe natyrisht dje sot për 7 shtete të lëkundura. Sipas jush jeni atje, cili do të jetë shteti përcaktues? Në fakt janë të 7 shtetet që kanë fatin në dorë, po t'i referohemi sondazheve, kush më shumë e kush më pak. Sigurisht që peshën më të madhe e merr Pensilvania, jo më kot sepse ka dhe numrin më të madh të votave elektorale, ka 19 të tjera. Pra, nëse njëri nga kandidatët fiton Pensilvanin, i merr të 19 votat elektorale dhe merr një dorë të mirë votash. Në total të 7 këto shtete kanë 93 vota elektorale. Sipas llogaritjeve, duke pasur parasysh shtetet që i kanë të sigurta nga 43 shtetet që mbeten të 2 kandidatët, zonjës Harris i duan dhe 44 vota elektorale nga këto 7 shtete, ndërsa zoti Trump i duan edhe 51 vota elektorale në mënyrë që të marrin minimumin e votave të nevojshme për të shpallur president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gara, edhe sondazhet e kanë treguar edhe së fundmi, në këto 7 shtete është tetë ngushtë. Menada, dhe pyetja e fundit, kur pritet të dalë rezultati? Kjo gjë ka shumë pikpyetje. Ka shumë pikpyetje që lidhen me mënyrën se si do të zhvillohet procesi, ka pikpyetje që lidhen kryesisht pikërisht me atë që thashë edhe pak më parë me garën e ngushtë. Nëse do t'i besojmë sondazheve, pra që gara është e ngushtë dhe është e përqendruar në këto 7 shtete të fushë beteje, sigurisht që duhet të presim procesin e numërimit të votave në këto 7 shtete. Do të përmendja këtu Pensilvanin dhe Wisconsin, që kanë një procedurë disi ndryshe nga shumë shtete. Çdo shtet ka mënyrën e vet se si i numëron votat. Pensilvania dhe Wisconsin, votat që vinë nëpërmjet postës i numëron të fundit, i procedon edhe më vonë se sa dita e sotme. Kështu që nëse gara do të jetë ngushtë, do duhet presim rezultatin në këto 2 shtete gjithashtu të numërohet deri në votën e fundit. Georgia nga ana tjetër do duhet që ta shpallë rezultatin deri në mesnatën e ditës së sotme. Ky është ligji shtetëror. Kështu që mund të kemi në këtë rast një rezultat për shtetin e Georgias, por gara është ngushtë, kështu që do duhet presim edhe rezultatet në shtetet e tjera. Michigani, që është një tjetër shtet i fushë betejës, gjasat janë që rezultatin ta shpalli deri mesditën e ditës së mërkurë. Menada, ishte kënaqësi, unë të falenderoj që komunikuam bashkë dhe në fund dua ta mbyll me një kompliment për Lukun. Punë të mbarë. Faleminderit Reiz, faleminderit shumë.